Mirë se erdhët zonja dhe zotrinj, në këtë hapësirë do t'jemi së bashku me mua Sebastian Zonjën, do të ndjekim hap pas hapi me raportime nga tereni, por gjithashtu edhe me analiza në studio procesin e votimit për këto parlamentare që do të zgjedhin kuvendin e ri. Kam në studio profesorin Pascal Milo, ish ministër i jashtëm. Profesor, kënaqësi që të kam studio. Kënaqësi dhe për mua. Nga qendresa qytetare kam Rigel Xhemollarin, kënaqësi që të kam studio. Faleminderit. Gjithashtu edhe Vudi Gjymshidin, koleg gazetar, kënaqësi që të kam studio. Vudi, për të ndalur pak në një kënd shikim tjetër, si mendon se po ndiqen, ose nga informacionet që ke, si po ndiqen në Kosovë zgjedhjet në Tiranë? Është përkeqare në mënyrë se si zgjedhjet nga Kosova janë duke ndjekur në Tiranë. Përshtypjet e mia janë jashtëzakonisht shqetësuese, duke qenë se redaksit atje nuk i kanë dërgu ekipet e tyre mediatike, të paktën kur ka filluar fushata parazgjedhore, për të ardhur këtu, për të takuar me krerët e partive politike, për t'i kuptu idetë e tyre të politikave të jashtme të Republikës së Shqipërisë, karshi Kosovës, karshi Serbisë dhe fuqive ndryshme perëndimore. Nuk ka asnjë interesim serioz nga këndvështrimi im i mediave, sepse fatkeqësisht ose janë të paaftë për t'i kuptu strategjitë editoriale ose rëndësinë e mbulimit serioz të një procesi zgjedhor siç është Republika e Shqipërisë, ose janë të paguar për të mos e kuptuar këtë situatë, që është edhe më shqetësuese. Duke qenë se Republika e Shqipërisë, sidomos nga viti 2018 tutje, ka luajtur një rol jashtëzakonisht destruktiv në raport me Republikën e Kosovës, ka luajtur një rol shumë të favorshëm ndaj Republikës së Serbisë dhe ka shkuar aq larg sa që ka sjellur edhe një draft propozim për krijimin e komunave me shumicë serbe brenda Republikës së Kosovës që do të ishin të lidhura me kontroll të drejtë për drejtë nga Beogradi. Ky është skandali më i madh që mund ta ketë përjetuar historia shqiptare, që mediat tona atje kanë vendosur të heshtin edhe të mos interesohen seriozisht për të kuptuar dhe për të kërkuar llogaridhënie si nga qeverisja aktuale, nga aspiruesit politikan që duan me marrë drejtimin e Shqipërisë në mandatin e ardhshëm, për të kuptuar se ku do të jetë Shqipëria, ku do të jetë qëndrimi i Shqipërisë, a do ta kemi një Shqipëri e cila do të kujdeset për Kosovën siç e ka të obligim kushtetues, apo do ta kemi një Shqipëri e cila do të ruajë interesat e Republikës së Serbisë brenda Republikës së Kosovës, siç ka bërë deri më tani që nga viti 2018, sidomos me fakte konkrete që nga rasti i Ballkanit të hapur, që pastaj përpjekja e Edi Ramës për të nxitur asociacionin e komunave me shumicë serbe, pastaj favorizimi i kryeministit Rama ndaj agresionit ushtarak të përpjekjes për të aneksuar veriun në Kosovë në vitin 2023 në shtator, kur Serbia sulmoi Kosovën atëherë, dhe një heshtje vazhdueshme e kryeministit Rama ndaj të gjitha taktikave të bashkërenduara me Kremlinin zyrtar nga ana e Beogradit kundrejt Kosovës. Kjo është për të çuditë. Ajo që është edhe më të mërshme dhe jashtëzakonisht trishtuese është që kur kam ardhur në Shqipëri nga 1 maj, kam udhëtuar nëpër qytete të ndryshme duke përpjekur ta kuptoj se cila është përshtypja e qytetarit shqiptar për politikën e jashtme shqiptare ndaj Republikës Kosovës dhe marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Është e trishtueshme kur shumica këtyre njerëzve me të cilët po flisja në kafene të ndryshme dhe në aktivitete të ndryshme që merrin pjesë, qofshin edhe këto edhe tubimet parazgjedhore, qytetari shqiptar e kishte kuptuar se media shqiptare dhe politika shqiptare ja kishte portretizuar Kosovën si problematike, e kishte portretizuar udhëheqësinë kosovare si një udhëheqësi ultranacionaliste që nuk u deshka të dëgjoka karshi Serbisë dhe vendimeve të tyre të drejta për ta mbrojtur territorin e Kosovës kundër agresionit të Serbisë. Këtu e ka një rol të rëndësishëm që ka luajtur edhe media shqiptare dhe gazetarët shqiptarë, kryeredaktorët kanë përgjegjësi jetike në raport me këtë situatë, sepse është dashur me çdo kusht ta sfidojnë narrativen e sponsoruar nga Beogradi, e cila është transmetuar nga kryeministri i Republikës së Shqipërisë që nga viti 2018 deri në ditët e sotme në raport me Kosovën dhe Serbinë. Dhe unë mendoj se vazhdimi i rizgjedhjes së kryeministit Rama në zyrën e drejtimit të Republikës së Shqipërisë është jashtëzakonisht shqetësuese. Jo vetëm për Kosovën, por edhe për sigurinë kombëtare dhe sigurinë e rajonit në raport me Serbinë. Profesor, çfarë rëndësie kanë këto zgjedhje për faktorin shqiptar? Kishte akuza të forta kolegu gazetar sa i përket qeverisë.
Unë sigurisht që nuk pajtohem me një numër akuzash të drejt për drejta, do thosha shumë të forta që ju bët këtu, sepse për mendimin tim marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Kosovës nuk janë në një nivel kaq të ulët dhe kaq dramatike sa të krijohet përshtypja nga diskutimi juaj. Ka probleme, patjetër ka ka pakënaqësi të ndërsjellta, por besoj se ka një arsye tjetër, ose janë dy arsye të tjera përveç atyre që ju thatë për klimën. Unë mendoj që Kosova në këtë moment nuk ka shumë interes, ose s'po dëshmon shumë interes për zgjedhjet parlamentare në Shqipëri, për shkak se ajo vetë ndodhet në një ngërç të madh politik. Dhe ka hallet dhe problemet e veta, janë 13 seanca parlamentare, që nuk kanë mundur të zgjedhin kryetarin e Kuvendit të Kosovës. Nuk është çështje e vogël, çështje e madhe. Ata janë brenda shtëpisë tyre, janë në hall të madh tani. Dhe s'dinë se si do të vej puna në tutje. Dhe kjo i pengon që të përqendrojnë vëmendjen tek Shqipëria, sepse e kanë hallin brenda shtëpisë tyre një kjo. E dyta, unë pranoj faktin që ka një marrëdhënie të tensionuar midis Prishtinës edhe Tiranës, për një arsye ose për një tjetër. Po sigurisht këto marrëdhënie të tensionuara nuk vinë si rezultati objektivave strategjike kundërthënëse. Shqipëria zyrtare, ose Shqipëria në tërësi, patjetër që qëndron më afër Kosovës dhe e mbështet Kosovën më shumë se çdo vend tjetër. E qartë, kishe një përgjigje për profesorin? Po. Ajo që duhet të them është që ne nuk mund t'i mbulojmë veprimtarit e Republikës së Shqipërisë ka shi Kosovës me ngërçin e politikë në Kosovë që është duke ndodhur. Ajo që është e vërteta është Shqipëria zyrtare ka vendosur që të jetë krahas Vučićit në raportin e sulmit të Serbisë ndaj Kosovës. Unë nuk mendoj që kjo është gjë për të qeshur, profesor. Jo, nuk po qesh. Sepse në shtatorin e vitit 2023 një policë humbi jetën. Dhe ajo çfarë ne pam si reagim të parë të Shqipërisë zyrtare, erdhi një iniciativë e kryeministit Rama për të filluar një lloj iniciativë paqe për të bërë një marrëveshje paqe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë që Rama po shpresonte bashkë me Vučićin në Beograd se agresioni ushtarak që kishte vendosur ta ndërmete Vučićin ndaj Kosovës do të ishte i suksesshëm, do të krijohej një realitet i ri dhe Rama do të merrte piedestalin e paqësorit për të krijuar marrëdhënie paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Unë kam patjetër ne si jemi ftuar këtu për të bërë debat për Kosovën, se jemi për zgjedhjet në Shqipëri, po megjithatë unë dua t'ju them që unë kam qenë ministri punëve të jashtme i Shqipërisë për kohën që ju flisni. Edhe për deklaratat e Vučićit në atë kohë që ishte... Por se keni qenë ministri punëve të jashtme i Shqipërisë për kohën që ne po flasim, atëherë çfarë llogaridhënie keni kërkuar ju nga Republika e Serbisë për vrasjet e vitit 1997-99 në Kosovë? Çfarë llogaridhënie keni kërkuar ju nga Republika e Serbisë? Kujt më thua? Mua më thua këto. Po të them, ju keni qenë ministri punëve të jashtme. Sa vjeç ke qenë atëherë në 98-99 në 2000, sa vjeç? Po ju keni qenë ministri i jashtëm, apo? Ja, një sekond të përgjigjet. Atëherë çfarë llogaridhënie keni kërkuar ju? Çfarë Republika e Shqipërisë? Nga Serbia. Unë nuk do të bëj Serbisë për bashkëpunim Vudi të përgjigjet. Ju lutem më lejoni që të shpreh mendimin tim. Nëse ju nuk i dini këto, hapni librat, edhe lexojeni, hapni dokumentet zyrtare. Vudi një sekond. Lexojeni, të lutem shumë. Qeveria shqiptare dhe Shqipëria në atë kohë ishte prapavija e Kosovës, e ke harruar këtë, e shqiptarëve të Kosovës, ishte një nga faktorët kryesor që Kosova u çlirua. E keni harruar këtë? Qeveria shqiptare viti 2018, qeveria shqiptare viti 2019, qeveria shqiptare viti 2021, ku të lutem edhe njerë, unë ku e favorizon në vazhdimsi Vučićin.
Nuk e kuptoj. Ju po përpishën ti mbuloni... Vudi një sekundë. Mbuloni kampaniën me të kaluar. Vudi të kthej përgjigje se të shkojmë te zgjedhjet. Unë nuk jam këtu përfaqësuesi i qeverisë aktuale. Nuk Ju sa po tha që keni qenë ministër jashtë në Kam qenë në 99 në kohën kur 700.000 shqiptar të Kosovës erdhën në Shqipëri dhe Shqipëria i priti, i strehoi, i ushqeu, i mbrojti, edhe unë si ministri i jashtëm dhe qeveria që kam përfaqësuar kanë qenë zëdhënëse dhe mbrojtëse me madhe interesave të shqiptarëve të Kosovës në politikën e jashtme, në planin ndërkombëtar, duke kërkuar edhe njerë të lutem shumë, se këto janë gafat më dha që je duke bërë. Janë të lutem shumë, sepse ju jeni duke përpjekur ti mbuloni plagët e Kosovës që ka shkaktuar Shqipëria nga viti 2018 me dëmtarinë e viteve 90-ta. Në të gjitha forumet ndërkombëtare, rajonale, me partnerët tanë ndërkombëtar dhe drejt për së drejti kundër Serbisë, ne ndërprem marrëdhënie diplomatike dhe megjithatë pse s'u ndërprem marrëdhënie diplomatike në vitin 2023? Vudi, një sekond. Vudi, një sekond. Se do pritën Vudi, një sekond. Dhe pastaj u definua... Vudi, një sekond. Në Shqipëri... Një sekond, profesor, dakor, një sekond. Sa i përket procesit të votimit në Shqipëri, si po ndiqet në Kosovë. Dhe ju thatë që ka një interes të ullët nga mediat e Kosovës sa i përket procesit të votimit në Shqipëri.